Nga 226 shtete, Kosova është renditur në vendin e 26 sa i përket shteteve më të sigurta në botë për të investuar. Raporti është përgatitur nga Indeksi Global i Rrezikut dhe Qëndrueshmërisë së Investimeve. Me këtë arritje është mburur edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Megjithatë, sipas lidhjes së bizneseve, gjendja në praktik është ndryshe. Sa i përket tyne statistikave dhe raportet të cilat e ka publikuar kryeministri në detyrë, janë të mira si imazhe të cilat përqohen në arenën ndërkombëtare, por realiteti është krejt diçka tjetër. Kemi të bëjmë me një situatë të cilën në Republikën e Kosovës nuk kemi investor që vinë në Republikën e Kosovës. Janë shumë arsye të cilat ata, sipas investorëve potencial që vinë dhe dëshirojnë që të investojnë, është pasiguria në aspektin edhe politik, pasiguria edhe në aspektin e problemeve me fqinje, dhe njëkohësisht tani është edhe problemi tjetër i cili është të bërë, është problemi i energjisë elektrike. Madje sipas Besar Dreshaj, që drejton lidhjen e bizneseve, në 2 vitet e fundit situata është përkeqësuar. Që viti 2024 dhe 2 viti 2025 janë vitet më të rënda sa i përket të statistikave të investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. Por për fat keq ne kemi edhe lëvizje të aseteve të investimeve të Kosovës në shtetet e fqinjes, sikur që kemi marrë shembull Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Vlerësim të njëjtë kanë edhe në odën ekonomike të Kosovës. Sipas dhënave që i kemi tonat brenda, po edhe të Fondit Monetar të Bankës Botërore, të Komisionit Evropian, shifrat që Kosova është duke vujt për investimet huaja dhe nuk kemi investime kualitative që kishin me ndiku në një rritje më të madhe ekonomike dhe në një përmirësim të standardit jetësor të shqiptarëve të Republikës Kosovës. Kjo është shqetësimi jon që nuk po arrim me ngrit prodhimin tonë, me rrit eksportin, me ul importin. Dhe kjo është dashur me ndodhë nëpërmjet investimeve të huaja kualitative. Sipas Rafunës, qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë reforma administrative në mënyrë që të eliminojnë burokracinë, si edhe gjithashtu të punojnë në përmirësimin e imazhit të Kosovës.